narrativen për vetëvendosjen si çlirimtare e veriut, për vetëvendosjen që e ka shtrirë rendin dhe ligjin në veri, dhe a ka PDK politika tjera në raport me veriun, cilat janë politikat e PDK-s për veriun, sepse qytetari i Kosovës duket se kryesisht është lidh me vetëvendosjen për shkak të sentimentit nacionalist, ta quajtash, sepse jemi 26 vjet mas luftës dhe s'mund të jetë ndryshe. Dhe edhe me populizmin e tij, zoti Kurti ka mri që t'i bind një pjesë të madhe të qytetarëve tanë që me të vërtet në veri nuk ka funksionu kur gjë që duhet dhe më në fund ai e ka shliru veriun. Sa PDK-ja po mrin me kthyn vend, në këtë narrativ, me po që edhe qeverit para prake që nga shlirimi e tutje kanë bon diçka, kanë bon punë të mirë atje, dhe a mendoni se gjendja po kthehet në zero realisht në veri, sipas asaj që po ndodh atje. Cili do për jush ose që të tret mendimin e juj. Kam përshtypjen që pjesën për veriun, Ariani, për shkak të lëvizjes, pastaj pjesën politike, Blerta, kështu me radhë. Është temë edhe çështje shumë e rëndësishme, e por asoj përket aspektit mobilizimit edhe vlerës shtesë, mandej për me dol të veriu. Mendoj se ai qytetari i Republikës Kosovës që sa di shkon fatura e rrymës, ose i ka shku para një muj, reflekton sepse qytetarët e Republikës Kosovës kur ma shtrajt energjinë elektrike nuk e kam pagu se sot që e paguajnë sot. Buka kur ma shtrajt nuk ka kushtu se sot që kushton sot. Uji, krypa,